Mbrëmje 7 e Ferma VIP erdhi me një dinamik të fortë emocionesh, zhvillimesh të papritura dhe kthesash që ndryshuan lojën. Spektakli startoi me largimin e Fabiolës dhe Adionit nga Ferma, një moment që theu menjëherë dinamikën e zakonshme të lojës. Dy fermer u nisën përkohësisht drejt Gjakovës në një aratisje të monitoruar nga kamerat në dasmën e vëllait të Adionit. Një nga boshtet kryesore të mbrëmjes ishte padyshim dimensioni emocional i lojës. Këngëtarja Vanessa Sono tronditi publikun kur deklaroi live ndarje nga partneri jashtë Fermës, duke pranuar se ka zhvilluar ndjenja për Indrin. Një rrëfim i sinqert që solli një tjetër dinamik në marrëdhëniet brenda shtëpisë. Ama gjës që unë kam lënë jashtë, i vendos një kapak dhe për mua është diçka që ka marrë fund. Megjithatë, nga ana tjetër, Indri u shfaqi tërhequr dhe i rezervuar, duke vendosur në plan të parë përgjegjësinë ndaj djalit të tij. Një konflikt i qartë mes ndjenjës dhe arsyes, i cili solli jo pak përplasje edhe mes opinionistëve. Histori më e mirë gjithse cili ka mendimin e vet, unë tha mendimin tim. Ditë me Vanessën me zemrën në dorë, kishte vënë zemrën ke dora dhe e shifje në dritë syrit. Po dridheshe tashi mbas 4 ditësh, dole i the që unë nuk du ta mendoj, kam nevojë për kohë. Po jo pra se, po thot që nuk është lojë strategji, nëse s'është lojë strategji çfarë është? Pas televotimit të hapur prajmin e SHN-s, 6 nga më pak të votuarit u përballën në një sfidë ekuilibri dhe force fizike me litar e zhvilluar buzë pishinës. Dona, Elvisi, Gresa, Klodi, Malbora dhe Blerina u përballën në 2 grupe. Fitoria shkoi për grupin e Donës, Elvisit dhe Gresës, duke dërguar automatikisht në televotim Klodin, Malborën dhe Blerinën. Tashmë vendimi kalon në duart e publikut, i cili do të përcaktojë se kush do të shpëtojë nga ky televotim spektaklin e SHN-s. Në këto qaste deklaroj zyrtarisht të hapur televotimin! Pas largimit të papritur nga spektakli, Jonida Maliqi sqaroi arsyet e vendimit të saj. Ajo theksoi vështirësinë e përshtatjes me jetën në fermë dhe bashkëtesën në kushte të kufizuara, duke cilësuar eksperiencën si sfiduese për karakterin e saj. Jam shumë e lumtur sepse unë kam thyer shumë tabu nga të cilat mendoj që ja kam arritur. Mes tensionit dhe garës, një moment i ngrohtë erdhi për Klodin, i cili u surprizua nga partnerja e tij me rastin e ditëlindjes, duke sjellë një frymë më njerëzore dhe emocionale në spektakël. Big festa, okay? Do martoheni. Këtë dëgjova, do martohemi? Vërtet? Wow! Mes dashurive të reja, krizave personale dhe sfidave fizike, loja po hyn në një fazë ku çdo veprim ka peshë dhe ku publiku mban fjalën e fundit. Ndaj mos u mbisni asnjë moment duke ndjekur çdo ditë në 2 kanale të dedikuara, në platformën YouTube si dhe në përmbledhjen ditore në orën 17, vetëm në ekranin e Vision Plus. Natën e mirë të gjithëve, kalofshi bukur. Natën.